Të dashur nxënës, të dashur ish nxënës, kolegë, prindër dhe ju miq të nderuar. Jemi bashkuar sot në këtë ditë me diell për të kremtuar festën tradicionale Dyert e Hapura, që këtë vit shënon edhe 10 vjetorin. Prandaj edhe urime dekada e parë e shkollës fillore. Urime! Erstmal ein Glück, dass es diese Grundschule gibt. Diese Grundschule hier in dieser Stadt, in dieser auch historisch so bedeutenden Stadt. Ich denke, es war eine weise Entscheidung, sich hierhin zu bewegen und diese Grundschule zu gründen. 10 Jahre, die ersten 10. Es ist ein Glück, dass die Grundschule gedeiht und gewachsen ist und dass sie so vielen Eltern und Kindern und Eltern die Chance gibt, hier ihre ersten Schritte in einer Schule erleben. Welcome. Willkommen. Hoş geldiniz. Dobrodošli. Shukran. Bem-vindos. Këtu po I shihni para jush 11 nxënës, 10 janë 10 gjeneratat e para, dekada e parë dhe kemi fillu me klasën e parë me dekadën e dytë. Tani do t'ja jap fjalën që të prezentohen. Përshëndetje, unë jam Jama Teci, klasa 11, gjenerata parë që hapi dyert e kësaj shkolle dhe të tjerët vazhduan pas meje sepse çdo gjë ishte e veçantë. Kemi Riona Gashi, klasa e 10, gjenerata e 2. Përshëndetje, Nika Muqaj, gjenerata e 3, klasa 9. Ndoshta si e vogël, krejt nërësia ishte vajtja në shkollë, sepse krejt gëzimi fëmijëve ishte takimi me fëmijë të tjerë, por gjërat ndryshojnë. Ku e vërim se si filluam nga e para dhe nuk ishte gjithçka vetëm qef, por edhe punë dhe mund. Por gjithë kjo ishte për të mirën tonë. Përshëndetje, unë jam Leona Bytyqi nga klasa e 8. Shkolla fillore ishte shkolla në të cilën gjithçka filloi dhe dia ime dhe unë krijova themele të pathyeshme. Shkolla fillore më mësoi shumë gjëra, po ashtu njoha dhe një drejtore shumë të përkushtuar e mësues të palodhur në punën që bënin. Andaj, unë jam shumë e lumtur dhe krenare që isha pjesë e shkollës fillore Loyola. Unë jam Dëmbegji nga gjenerata nga klasa e 7 dhe mendoj se nga gjithë këto vite që isha në shkollën Loyola kam fituar ose kam gjetur shumë sinonime që lidhen me të, siç janë ambient I pastër,
ambient I pastër dhe miqësor, mësues të dashur dhe të përkushtuar, por mbi të gjitha tempull I dijes, disiplinës dhe respektit për besimin dhe njëri tjetrin. Unë jam Sara Couch dhe unë vi nga Amerika, jam në klasën e 6, gjenerata e 6, dhe unë kisha një kohë shumë e mirë në Loyola, kam mësuar shumë gjëra të mira nga mësuesit dhe shokët dhe shoqet, dhe jam shumë falënderuese për motrën Lëndita dhe mësuesen Katarina. Përshëndetje, unë jam Erdi dhe jam në klasën e 5, shkolla për mua është shtëpia e dytë. Përshëndetje, unë jam Buna dhe jam në klasën e 4, shkolla për mua është shtëpia e dijes. Përshëndetje, unë jam Erdi dhe shkolla për mua është si një kafshë me lule të diturisë. Unë jam Jora, jam në klasën e 2 dhe me mua Loyola u bë 10 vjeqe. Unë e doja shkollën time, sepse këtu mësoj shumë gjëra të reja dhe zhvillojmë aktivitete të ndryshme. Mësuesja ime është mësuesja më e mira në botë. Dërsa unë jam Rani, unë ja kom fillu dekadën e 2 të Loyolës. Edhe një duar trokitje të madhe për këta, por edhe të gjithë shokët e tyre të gjitha gjeneratave. Tani do t'jenë nxënësit ata që do të falenderojnë gjithë mësuesit, gjithë punëtorët e shkollës fillore Loyola, kështu që unë I ftoj shpejt e shpejt të vinë afër të gjithë këtu. Ju lutem gjithë mësuesit, një sekond, edhe gjithë ata që punojnë shkollën fillore. Ju lutem të gjithë ata që kontribojnë, e din se cili që kontribon këtu meriton një lule simbolike në shenjë falënderimi. Faleminderit edhe një herë gjithëve dhe vazhdoj me pjesën tjetër të programit. Faleminderit. Urime. Good morning, class. I'm Miss Kachinari, your English teacher, and I promise this class is going to be so much fun that by the end of the year, you'll be dreaming in English. Let's start by introducing ourselves. Who wants to go first? Me. America first. Hello, y'all. I'm Jack from the good old US of A. And you know what we do best? Wave our flags and eat burgers. Woo! I'm Jill, also from USA. You know, the land of the brave, the home of the free, and the country that's always first in everything. Yeah, in America, we don't just love our country. We put our flags on everything. I mean, we even wear it as a cape to school. Jack and I are the dynamic duo of troublemakers. Watch out, world. Sounds like trouble already. Now, let's bring on the German thunder. Guten Tag, I'm Lena and this is Thomas. Deutschland is known for our exceptional engineering, famous cars, Oktoberfest, and of course our efficiency. We can finish our homework before the teacher even assigns it. Yeah, in Deutschland we take efficiency very seriously. We even have a word for it. Produktivitätssteigerung. Yeah, we don't have time
pronounce like you Americans. You take that back. We invented the word schnell for a reason. Arbeiten, schnell, schnell. Take it easy, Lena and Thomas. Let's hear from our Swiss friend now. Grüezi, I'm Sandra from Switzerland, and I'm always on time. It's a Swiss thing, you know? We are known for our Swiss cheese, Swiss chocolate, Swiss watches, oh, and of course, Swiss punctuality. I bet my watch is more accurate than yours. You Swiss people are so boring. All you know is to brag about your perfect cheese and your delicious chocolate. Are you jealous, Italian ravioli? If I wanted to brag, the list goes on and on. Oh, we're also known for our beautiful Swiss Alps, our secure banks, and... All right. Stop there, Sandra. I hope your Swiss chocolate can sweeten up our English lessons. Get ready for a taste of Brazilian charm. Oi, gente! Brazil is all about the best football in the world, samba dancing, and we wake up looking like this fabulous every day. Oh, and did I mention our carnival? It's a party you won't forget. We're happy to have you here, Rebecca. Who's ready to share next? Pick me, professore, pick me. It's teacher Luigi, not professor. Okay, professor and teacher. Buongiorno, ragazzi. It's me, Luigi. I'm from Italy, where pizza and pasta rule the world. In Italy, we speak with our hands so much that we can have a full conversation without saying a word. And pasta, did I mention pasta? Mamma mia, they're molto delicioso. We don't doubt your delicious pasta, Luigi. Hur man chasing your smear? Hey there, I'm Art, the unlucky dude from Kosovo. Let me tell you more about my country. Kosovo is a hidden gem when it comes to hospitality. The moment you set foot in Kosovo, get ready for warm smells, big hugs, and lots of food. We also have landscapes, so beautiful they'll take your breath away. And let me tell you about our music scene. We have singers sing global fame like every day. By the way, we've got our very own remix of Dua Lipa's song, New Rules. It's called Visa Rules, where the only rule is waiting for visa liberalization forever and ever and ever. Well, Art, maybe with this class, you'll get a visa to the Laughter Club. What a fantastic group we have here. Now, let's get started on our English lessons. Today, we are going to talk about tenses. Hear me out. If I say, I am beautiful, what tense is it? Obviously, it's the past tense, teacher. I mean, look at you. That wasn't kind, Rebecca. But hey, welcome to the most international and hilarious class in Loyola.
që e mundër është. Vështroj njerëz që në duar kanë valigje, të shoqëruar me një qëllim, punë dhe përkushtim. Destinacioni përcaktoj, kokën pas nuk i kthej. Një mision për të realizuar, me vrap dhe me nxitim janë ëndrat e tyre për t'i plotësuar. Ka lindja në perëndim, sot kufi nuk ka. Rrugët e gjata marrin njerëzit për të jetuar jetën të cilën gjithmonë kanë ndërruar. Sa shumë vështirësi e përjetimi jetojnë, për asgjë nuk i ndalon. Çdo agim zgjon më të fuqishëm që ëndrat e tyre t'i bëjnë të arritshme. Sa shumë gjuhë, sa shumë kombe, sa turen bashkë në një sofër, sa mirë kuptohen e jetën kalojnë, e nga njëri tjetri gjërat të ndryshme mësojnë. Diversiteti sot në çdo vend i pranishëm. Zhduk të më dha barriera që ekzistuan ndër vite, sa mirë bashkë, popujt të ndryshëm bashkëpunojnë dhe projekte me vlerë krijojnë në ndihmë të atyre që në të vërtetë ka nevojë. Po të mos ishin këto lëvizje, nuk të qasti e dashu shkolla ime. Sot, me dekadën të ndëllpar, e ndjej të falenderoj popullin gjerman që për vendin tonë mendoj. Të tashmen dhe të ardhmen tona e bën më të ndritur, me shpresë dhe besim, punuan aq fort për të mirën e gjithë ne, fëmijëve të qytetit tonë. Shkoj me klasën time, takoj shokë e shoqeka, Australia, Brazili, Kanadoja e Amerika. Sa botë e vogël them që është, më duket komplet ndryshe nga ajo që më mëson mësuesja e biologjisë dhe natyrës, më shpjegon për mua mendimin kote ose nuk më ndryshon dot. Sot dëgjoj shumë njerëz që janë kaq afër ëndrës e kaq larg nënës, por nënat bekojnë gjithmonë e fëmijët e tyre mirë kuptojnë. Të lumtura janë kur për sukseset e tyre dëgjojnë, por shoh edhe të tjera raste, kur pas sa viteve nga vendet e largëta, përsëri janë kthyer në vendin e vet për të jetuar. E mbi të gjitha, gjuhën shqipe nuk e kanë harruar. Sa shumë histori është të shkruar ndër vite për popull e lëvizje të ndryshme. Dukuria vazhdon e duke që nuk do të përfundoj. Unë përfunduroj që ashtu siç ne duar tërkohësim për njerëzit e vendeve të ndryshme në vendin tonë për sukseset e tyre. Edhe ne të njemi kudo në botë për virtyte e sukseset të larta, që bota të na njeh dhe vendi ynë të vizitohet, e për vlera që ka të mos harrohet.